George, je gati të shkruash listën tënde? O, ti do që unë të shkruaj listën time? Përse nuk krijon diçka vetë më mirë? Më bëj surprizë. Kjo ishte. Je një gjeni. Dakord, je gati të hapësh dhuratat që janë poshtë pemës? Por unë e dua me të vërtet. Duhet të shkruaj një këngë të re me ksilofonin tim. Por ai ka vetëm 15 taste. Më shumë taste do të thotë që mund të zgjedhësh më shumë nota, apo jo? Ha, faleminderit. Askush nuk e zgjidh një problem më mirë se një majmun i vogël. Për këtë janë vëllezërit e mëdhenj. E kam zgjidhur unë problemin tënd. Ja titulli Biskota Krishtlindjesh. Unë kam shkruar një këngë. A e din peshqit që janë Krishtlindjet, a e din peshqit që janë Krishtlindjet, a e din peshqit që janë Krishtlindjet, apo nuk e kanë iden. A e dini që ekziston një mënyrë për të zgjedhur pemën e Krishtlindjeve? Unë kam përgatitur një libër me skica. Unë kam gull që klientët të lexojnë çdo faqe, në të kundërt nuk ishe spam. Dhe besoj se kjo nuk do të kishte ndodhur. Mund ta marrësh. Në darkë për 7 pesh dikush porositi. Dalo! Në fillim merr 5, pastaj shton 2. Po të ne jo! Për Krishtlindje është tradit. Ua, ky është shefi i famshëm Pisketi. Surpriza e plakut prej dëbore me domate dimrore. Profesoresha Weissman, ma sill nesër tek muzeu. Ndoshta unë mund ta shpjegoj në një farë mënyre. Ai? E pra është një aparat dëbore artificiale. Kjo është ajo që e kontrollon atë. Ai më duket një zbukurim i thjesht i verdh, apo jo? Një njeri mund të arrijë gjithçka, nëse ka një plan, një qen. Oh, më lini të drejtoj unë. Ejani, nga kjo anë. Vazhdoni të ecni drejt. Handli! Po. Oh, faleminderit, por ne mund t'ja dalim. Jemi skuadër e mrekullueshme. Derisa krejt papritur, George vendosi përfundimisht se çfarë donte të vendoste në listën e tij. Teksa imagjinonte pemën e tij të gjithën të dekoruar, filloi të mendonte se sa shumë burri me kapele të verdhë do ta pëlqente dhuratën e tij.